Po, është e vërtet që ne, ekipi ligjor i Partisë Demokratike, ende nuk e kemi mbaruar punën tonë, jemi në fazën më kulminante të punës. Nuk do donim që të ishim në fazë ankimimesh, por jemi në këto kushte për shkak të kësaj farse elektorale. Kështu që është i vendim që unë gjykoj të drejtë tashmë që ka ndodhur ankimimi i të gjithë rezultateve në të gjithë qarqet e Republikës Shqipërisë, sepse ndoshta mund ishim edhe skeptik në fillim, në dora dorës me ecurinë e procesit, me marrjen e provave, çfarë kemi kuptuar? Kemi kuptuar që po zbulohen dita ditës prova flagrante, shkelje të reja dhe informacione mjaft të dobishme që do të shpalosim shumë shpejt për publikun, ndoshta që javës tjetër, në lidhje me masakrën zgjedhore, farsën elektorale, siç e etiketojmë ne në gjuhën politike. Ndërkohë, deri më sot, cilat qarqe keni ankimuar për të parë edhe se si ka shkuar procesi i numërimit të votave dhe nëse do të vazhdoni apo jo edhe me qarqe të tjera? Atëherë, deri më tani unë ju konfirmoj që kemi ankimuar të gjitha qarqet. Të gjitha? Dje ishte afati i fundit për ankimimin e qarkut Elbasan, Durrës, Tiranë.